إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falendërimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherri I nefseve tona dhe sherri I punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahun nuk ka kush ta devijoj, dhe këndë devijon Allahun nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se Allahu është Zoti I vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Të nderuar vëllezër, një sure në Kur'an quhet surja Hax, surja e Haxhit. Aty Allahu subhanahu wa taala përmend shumë prej rregullave të Haxhit dhe shumë prej ajeteve flasin për adhurimin e madh të Haxhit. Dhe mes tjerash, ajeti 34 dhe 35 I kësaj sure, Allahu subhanahu wa taala fton besimtarët që të tregohen të përulur ndaj Allahut. Që kjo është hakikati I fesë. I përulur, je modest, je I nënshtruar ndaj Zotit, je musliman. Përndryshe, nëse ti e merr Islamin veç ty kudo, dikun ja që këtë s'pe pranoj, këtë tjetër kam tjera plane, ti nuk je I përulur. A esenca I Islamit, shpirti I Islamit, hakikati që themi, realiteti I Islamit është me qeni nënshtruar ndaj Zotit. Ashtu sikur se në Hax, Allahu turnon mos me në atë dillin e nxehtë që përcëllon lëkurën. Domethënë kush ka shku atje në kohën e verës e ka pa. Dush me, domethënë mos me mbulu kokën, dush me hek teshat, mu vesh me ihrame, sikurse që është simbolika e qefinit. I ndëgjushëm, çashtu ka thonë Allahu, s'ka mu vesh me teshat I me kapuç me atë me këtë. Domethënë në Hax, ashtu sikur si I nënshtrohesh Allahut në kryerjen e ibadeteve të Haxhit, kështu dush me marrë dhe dinin. Thot Allahu subhanahu wa taala, fa ilahukum, në ajetin 34 të kësaj sure, duke I treguar rregullat e Haxhit, të kurbanit, e si çka duhet me bë haxhiu, çka nuk guxon me bë, thot fa ilahukum ilahun wahid. Zoti juaj është një Zot. Falahu aslimu. Çati dorëzojuni. Çati nënshtrohu. Ati duhet mi thonë, do më thonë, ku të më qojsh ti, unë që ati ka me shku. Që kjo është hakikati Islamit. Pas e thotë Allah, wa beshiril mukhbitin. Ndërsa atyre që përullen ndaj Zotit, jep ju lajme të gëzueshme. I thotë ende. Wa beshiril mukhbitin. Do më thonë, përgëzoj të përullurit ndaj Allahut. E që kjo përullja, Allahu e spjegon se çka është manaja e kësaj përuljes në ajetin 35. Thot, wa bashiril mukhbitin, thot Allahu subhanahu wa taala, përgëzoj të përullurit. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Të përullur kush janë? Çish mund ta kuptojmë në këtë koncept, këtë fjali? Edhe që pasaj për me mot vetën, se në vetën punët e tona, vetën tonë, mendimet tona, angazhimin tonë, do të mja parashtru Kuranit. Përputhen mirë I në rrugë drejt, nuk përputhen dush me përmirësu vetën. Të përullur I ka përmend Allahu 4 sifate në ajetin 35. Sifati I parë ose cilësia e parë është, janë ata të cilët kur përmendet Allahu, ju rënqethen zemrat. Do me bon diçka. Dush me këshirë Allahu është razima atë fund. Do me marrë një hap. Dikush thot, ki frikë Allahun se kjo nuk është rrugë që të shpije në xhenet. Kjo rrugë që ti, ky hap që do me ndërmarrë ti, kjo të qonë në përfundim të keq. E ti kur ta ndëgjosh që keq, se shumë veta, për shembull, ne gati çdo ditë në jetët tona, në jetët tona, ndodhemi për para kësaj dileme. A me bëhet, a mos me bë, a me fol, a mos me fol. A me hec, a mos me, a me nis këtë punë, a mos me nis. A është halal, a është haram. Ti dush, në më thonë, kur ta nish emrin halal, haram. Kur ta niset diçka me bë,
ajo është e keqe. Zemra duhet me reagu. Nëse nuk reagon zemra nuk e kitë në nështrume ndaj Allahut. Ka do njerëz ndoshta i bëjnë do punë të mira, por nuk janë të nënshtruar ndaj Allahut. Ndoshta e bën atë punën e mirë se përputhet me natyrën e tij, me interesat e tij, me nevojat e tij, me adetin e tij, me rutinën e tij. Ndoshta përputhet puna e mirë. Mirë, po nuk është i përulur ndaj Zotit. Nuk është i përulur ndaj Zotit. Sa prej muslimanëve ne kemi për shembull kur ju themi për shembull që kjo punë që kështu sipas fesë. Po ma këtu nuk është i gatshëm me pranu. Islami është istislam. Islami është në nështrim. Islami është në nështrim ndaj kujt? Ndaj Allahut, i cili të ka kriju, e të ka dhënë trupin, e të ka dhënë shqisat, e të ka dhënë logjikën, e të ka dhënë shpirtin, dhe Allahu e di më mirë për ti se çka është e mirë dhe çka është e keq. Për çat e para kur të përmendet Allahu duhet mu rënqedh zemrat. Se kjo rënqethja e zemrave çka prodhon? Prodhon dy gjëra. Prodhon sabrin dhe prodhon kujdesin që duhet me pas për veti. Prandaj sifati i ditë, thot Allahu subhanahu elladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum. Dhe ata të cilët bëjnë sabër kur i godet diçka. E ka bo sabrin adet të vetë, shprehi. Duhet me bo sabrin shprehi. Dush mu mësu që nëse që ndodh një vdekje, ndodh një humbje, ndodh një fatkeqësi, ndodh një mërzi. Në më thonë, jeta është e stërmbushur për secilin njeri. Nuk ka njeri në këtë botë, qoftë musliman, qoftë jo musliman, qoftë i pasur, qoftë i vafur, qoftë mashull, qoftë femër, qoftë i vogël, qoftë i madh, që nuk sprovohet. Krejt sprovohen. E besimtari që i nënshtrohet Zotit, i pranon ato që vijnë prej Allahut subhanahu wa taala me nënshtrim të plot. Sifati i ditë, pra që kjo është cilësia e ditë. Ju rënqethen zemrat kur përmendet Allahu, dhe të Allahu subhanahu wa taala, dhe ata të cilët bëjnë sabër, do të thonë kur i godet diçka prej fatkeqësive. Wal muqimis salah. Dhe ata të cilët e falin në formë të plot namazin. Nuk është përmend në Kur'an dhe ata që e falin namazin. Sa herë Allahu subhanahu wa taala thot, ata të cilët e falin namazin në formën e tij të plot. Që do të thonë se namazin e bëjnë çish duhet. Kjo është kujdesi për veten. Kjo është kujdesi për veten. Nuk ka punë mas besimit, normal, ama për veprave të gjymtyrëve, me të cilin njeri tregon kujdes për veten, se do me shpëtu veten. Se fundja fundet ty si mëse shpëtojsh veten kur gjo s'ke bo. Numër 1 ti dush me shpëtu veten. E nuk ka punë që mas shumti është kujdesi më i madh për me shpëtu veten se sa falja e namazit në mënyrë të plot. Jo me fal namazin, do me thonë her pas her, në mënyrë sporadike. Sot me thonë, valla, sot kohë e mirë kana me dalë me fal një namaz të akşamit. Jo, se ka shumë prej besimtarëve thotë, sot kana mirë, ose për shembull sot është bajram, sot edhe sabajin duhet me fal, se bajram është sot. Sot edhe sabajin duhet me fal. Sabajin duhet me fal për ditë. Nuk ka diçka që garanton shpëtimin tanë si besimtar në jetën e kësaj bote, nëse ti namazin nuk e ke numër 1 në jetë. Prioriteti numër 1. Këtë punët e tjera, këtë angazhimet, këtë lodhjet, këtë, do me thonë, detajet edhe përditshmërit, dush mi fut brenda orarit të namazit. Këtë punë, takimi para namazit, mas namazit, udhëtimi me namazin, për çat njeri duhet mu falë. Edhe kur është të shtëpia, edhe kur është në punë, edhe kur është të ara, edhe kur është, në me thonë, ku do qoftë, edhe kur është, në me thonë, në kran. Nëse nuk ka drejt me zbrit, duhet me falë namazin atje nalë. Duhet me falë namazin, sigur se që shofim tash në për rrjetet sociale, namazin e falin atje në satelit, i cili është, do me thonë, në orbitën e, më thonë në një kilometrazh shumë nalt në qiell, ose namazin duhet me falë edhe ai i cili punon me nëndecë, ose ai i cili punon për shembull në zhytje në ujë, duhet me falë namaz. Namazin ai në tokë, ai në det, ai në hava, ai në tokë, ai në aeroplan, ai në anija, ai
në kerë, ai e të arë, ai e, do me thonë, duke ndrejt shkerin, mekanika, zanatët e ndrejt, ti dush me falë namazin, kur të vjen vakti namazin. Dhe falja e namazit të regon se ti të intereson vetja për me shpëtu vetën. Nuk e falë namazin, nuk e kemri kushtin, për me shpëtu vetën. Për qatë ditën e kiametit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe këtë, në me thonë duhet sa herë me pas në vend besimtari, se dikush nështë angazhohet me veprat mira. Namazin, dhe thot namazin e falë, dini gjuma e falë. Thot për jamësam, puna e parë për të cilën do të llogaritet njeriu në ditën e gjykimit është namazi. Nëse namazi është në rregull, do të jenë në rregull edhe punë tjera që vijnë pas. Fa in saluhat, saluha sairu ameli. Awwalu ma yuhasibu bihi al-mar'u yawm al-qiyamati as-salah. Fa in saluhat, saluha sairu amelihi. Nëse namazi është në rregull do të jenë edhe ato punë tjera nuk do të shikohen shumë me një rigorozitet. Namazi do të shikohet nga ana e Allahut me rigorozitet të madh, me precizitet. Përveç atij i cili shembull ka nisë me vonesë me fal namazin, Allahu subhanahu wa taala t'ia plotsoj namazin. Se nuk mundesh me hi në xhenet pa e plotsuar. Çish do të plotsoj namazin? Do të shikoj robi e ma ka nafile. Për shembull, ja ka nis dikush mu fal pin 30 vjet, pin 40 vjet, dikush pin 50 vjet, dikush në pleçni, ani mirë, në rregull. Ja ke nis mu fal, bëhu i rregullt namaz. Dhe Allahu kur ta shohë këto, çish me hi në xhenet ki pa namaz. Që ja ka nis von mu fal, thot Allahu me laçeve, shikoni ja ka nafile, sunete. Kur ka hinë xhamia, ka falë përshëndetje xhamisë të hitul mëxhid, ai ka falë sunetet para namazit, mas namaz, a ka falë din namaz natë, a ka falë taravia, ka falë namaz duha, shin ja ka sunete, nafile. Edhe ja plotson farzë. Pse ja plotson farzët Allahu subhanahu wa taala? Për me tregu se ti paç këto s'mundesh me hinë xhenet. Wal muqimis sala. Kjo është kujdesi për veten. Edhe një herë përsëriti. Të përulur ndaj Allahut janë ata të cilët kur dëgjojnë emrin e Allahut ju rënqethen zemrat. Ata të cilët sabrin e kanë shprehi. Was-sabirin ala ma asabahum. Ata të cilët e falin namazin në formën e tij të plot, se iqametus salat çat mana e ka. Nuk ka thonë Allahu veç ata që e falin namazin. Dhe e katërta, më thonë walladhina yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiqun, dhe nga ajo që i kemi furnizuar thot Allahu subhanahu wa taala japi. Infaq fi sabilillah, shpenzimi pasurisë në rrugt të Allahut. Mundet me kon fars, mundet me kon mustahab, mundet me kon obligative, mundet me kon vullnetare. Mirë po muslimani egoist nuk e plotson kushtin për me qenë i përulur ndaj Zotit. Njeri i cili është dorë shtrëngum, i plotson kushtet për me dhënë zeqat, nuk e jep zeqatin. I vin në rasti ka mundësi me ndihmu fukaraja, me ndihmu humanitetin, me ndihmu punën e hajrit, me ndihmu xhamin, me ndihmu, familjen, me ndihmu jetimin, me ndihmu familjen e dëshmorit, me ndihmu. Besimtari ndihmon, nuk është egoist. Besimtari është altruist. Besimtari edhe vet i vërtet i përulur ndaj Allahut, edhe vetën ndonjëherë le keq për mi ndihmu të tjerë. Kjo është domethënë ajo që e kërkon imani i vërtet. Përndryshe, ne gjithë ditën mund të themi se jemi besimtar, ne jemi musliman. Mirë po siç më tha një ditë një fëmijë im i cili kishte dalë në rrugë dhe po e pastronte rrugën nga mbeturinat e muslimanëve. Domethënë nga mbeturinat e koqive tonë, se unë këtë punën e mbeturinave ndoshta pak e përsëriti si shpesh. Edhe a di çam tha prej fjalës musliman as mëjen nuk e kemi. Se para shtëpisë, domethënë nuk hecet. Ne duhet me tregu se ne kur na thot Allahu subhanahu wa taala se pastërtia është gjysma e imanit. Ti dush me kallëzu këtë me vepër, përndryshe me një madhje. Përndryshe ti nuk je i përulur. Ne nëse nuk bëjmë sabër kur na ndodh në gjë, ne nuk jemi musliman çish duhet, çish kërkon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj muslimani i vërtet është i përulur ndaj Allahut. E ngon Allahun, i nënshtrohet Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në urdhrat e tij. Vetëm në këtë mënyrë do të arrijmë që të fitojmë dynjan edhe ahiretin.
Se mësimet e fesë tonë janë mësime, në me thonë që na e rregullojnë jetën dhe na e rregullojnë të ardhmen dhe na e rregullojnë botën tjetër. Nuk janë këto mësime vetëm për me ndëgju, në me thonë me ndëgju edhe me thonë, në me thonë u fol për këtë, u fol për ata dhe kimi, ku është puna? Ku është puna? Ku është realiteti? Ku është namazi? Ku është ahlaki? Ku është sjellja e mirë? Ku është këshilloku i mirë? Ku është drejtësia? Ku është sinqeriteti? Ku është sakrifica? Ku janë këto duhet me i panë në jetën tonë. Edhe patjetër duhet me bën hapin e parë për me përmirësu veten. Se cili për vete, kur ta përmirësoj se cili veten, atëherë përmirësohet edhe shoqëria. Allahu na përmirësoft të gjithëve. Qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.